ata nuk duhet të falen, sepse kanë bërë vepra kundër njerëzimit, po thënë. Dhe është një grup tjetër që thotë hajde duhet të falen, unë s'merrem me ta. Gati gjithherë heshtjen e të gjithë politikanëve të asaj kohe dhe hezëve shqiptarë të asaj kohe dhe të një pjesë bukur të mirë të intelektualëve të asaj kohe. Fadil Hoxha na ka quajtur plehu i Kosovës. Ta them një gjë që është biseduar prej dy anëve. Është një anë që thonë, njëra anë është ka edhe shok të mi edhe në përgjithësi njerëz që thonë ata nuk duhet të falen se kanë qenë gjelat. Tash unë po flas shlirës, po duhet është të preki as ty as askë që ata që shumë kanë sjell mua është njeriu normal, ashtu nuk ndaj njeriut nuk sillet. Me gjitha të goditje. Sa më kanë rënë të fikë, më kanë gjujtur ujë, mandej të kthjellem me çka po di unë. Por po them këtë qëndrimin e njërit grup, ata nuk duhet të falen, sepse kanë bërë vepra kundër njerëzimit, po thënë. Dhe është një grup tjetër që thotë hajde duhet të falen, unë s'merrem me ta. Tash po duhet të them qëndrimin tim. As nuk më intereson t'i fali, as të mos i fali. Unë i marr ata si të shkuar. Nuk merrem me ta, po duhet të jemi qartë. Historia ata i ka zhdukur. E drejta jonë ata i ka zhdukur. Ata kanë qenë shërbëtor të një pushtetit huaj, shtazarak, edhe aq që e kanë bërë me besnikëri të plot. Ma prekës është që këtë nuk mund ta kaloj, edhe pse përpiqem me vitet të tëra, në dash prej 1981-shit, dhe bashkë prej aty, deri me sot nuk mund ta kaloj qëndrimin, herë edhe paraqitjen, gati gjithherë heshtjen e të gjithë politikanëve të asaj kohe dhe hezëve shqiptarë të asaj kohe dhe të një pjesë bukur të mirë të intelektualëve të asaj kohe. Ta sqaroj pak këtë. Ata kanë reaguar pushteti pas demonstratave, pushteti. Po kthejmë të funksionarët shqiptarë. Funksionarët shqiptarë kanë pasur një lloj pushteti. Unë e di që se kanë pasur pushtetin e plotë, çka duan të bëjnë ata në Kosovë. Por kjo të mbetet në historisë. Ti nuk ke reaguar që ta mbrosh rinin tënde, pjesën më revolucionare të kombit, as gjimnazistët të shkollave, as studentët, as edhe pjesën më të mirë tjetër të punëtorëve, klasën punëtore, dhe ka qenë edhe një pjesë e popullit përkrahase atyre demonstratave. Ti si ke mbrojtur ata, por e ke mbrojtur pozitën tënde, pushtetin tënd, ke pasur një lloj pushteti. Tash ata kanë reaguar kundër demonstratave. Secili shqiptar që ka pasur funksion në federat dhe në organet e Kosovës ka reaguar kundër dhe ka reaguar shumë keq. Këta na kanë quajtur gjithçka. Janë armiq, Fadil Hoxha na ka quajtur plehu i Kosovës. Mos ju hyj të gjitha shprehjeve prej shovenist, irredentist, kundër pushtetit popullor, kundër klasës punëtore, kundër kombeve dhe komsive, asnjë parull. Le ta gjej dikush një parull që ka qenë kundër serbëve atëherë, ose kundër një kombi tjetër, kroatëve, slovenëve, demonstratët kanë qenë për të drejtat tona, jo kundër dikujt. Nuk kemi pasur ne kundër një populli tjetër. Janë kërkuar drejtat tona prej atyre ekonomike, janë ngritur në ato politike. Duhet të jemi edhe ne të barabartë si të tjerët. Dhe kjo ka qenë pasojë asaj që, e thash në fillim, shkollimi, hapja edhe televizionit, mundësia që të shikojmë edhe ka shkuar dikush jashtë, është kthyer edhe përmes televizionit Prishtinëse, televizionet të tjera kemi pasur mundësi të shikojmë
se si zhvillohen shtetet kapitaliste, si është jeta atje. Kemi pasur mundësi të përcjellim edhe rrjedhat e muzikës botërore, edhe kinemas botërore, kemi përcjell filma, dhe të gjitha ato, edhe jeta kulturore, jo veç ajo politike ose si bëhet, ndikon te kiriu. Dhe kjo mandej është vim tek ajo që unë e thash nuk mund sot e kësaj dite ta kaloj. Si nuk ka ndodhur që dikush dalende, një politikan, atëherë në histori ka mbetur që nuk ka asnjë politikan e asnjë organi të atëhershëm në Kosovë nuk i ka mbrojtur demonstratët. Kjo është një histori, mbetet si një jollë e zezë, dhe asnjë intelektual përveç asnjë profesor, asnjë shkrimtar, asnjë aktor, apo merri çka dush, poet, muzikant, nuk ka dalë hapur përveç një grupi që është dënuar i Ukshin Hotit. Dhe tash, asnjë prej tyre, dhe sot kësaj dite, pas 44 vjetësh, nuk ka kërkuar falje, hajtë që s'po ja kërkoj faljen, por nuk ka dalë dhe të çlirohet prej vetës, thotë e kemi pasur, na ka ikur periudha më e lavdishme deri atëherë, edhe e ndim veten fajtor. Por thotë jo, shumica e tyre që kanë qenë pushtet thonë jo, demonstratët kanë qenë të hershme, parakoshme, s'është dashur të bëhen, kishin fituar diçka kur. Kjo është vërtetuar më pastaj. Edhe intelektualet po ashtu kanë heshtur, nuk ka dalë dikush prej tyre të thotë që nuk kemi pasur guximin që t'i përkrahim studentët.